Këtu duar trokitje senatorët po ja dedikojnë një kolegu të tyre që theu rekord me fjalimin më të gjatë. Demokrati Cory Booker qëndroi në foltore për hiç më pak se 25 orë e 4 minuta. E kur i dha fund kësaj maratoni të nisur nga ora 7 e darkës së të hënës, pati një falënderim për të gjithë përkrahësit. I falenderohem stafit parlamentar, në punësve, rojeve, ka shumë njerëz që e bëjnë këtë vend të veçantë. Ju mbajta të zgjuar tër natë. Keni 24 orë këtu me mua. Dua vetëm t'ju falenderoj, ju faleminderit. Senatori që përfaqëson New Jersey në gjithë fjalimin e tij ja dedikoi kundërshtimit të miratimit nga ana e Senatit të atyre që i quajti politika jo normale të presidentit Donald Trump, sidomos ato që lidhen me kursime, e të cilat kanë rezultuar me shkurtime masive të vendeve të punës. Por e di se kush e ka fuqinë, qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pushteti i popullit është më i madh se njerëzit në pushtet. E kur e lëshoi sallën, pranoi se e sfidoi veten shumë, por tha se ja vlejti. Jam shumë i dërmuar, i raskapitur e i lodhur, por jam jashtëzakonisht mirënjohës shumë njerëzve që më dërguan rrëfime shumë personale për të më ofruar rastin që të flas për dhimbjen, lëndimin, frikën, lefin dhe kërkesat e shumë amerikanëve. U jam falëndërues kolegëve të mi dhe njerëzve që më ndihmuan ta bëj këtë. Nuk e kam ditur se sa gjatë mund të shkoj, por jam mirënjohës që qëndrova për 25 orë. Praktikat ku deputetët amerikanë bllokojnë senatin janë të lejushme dhe jo të ralla. Rekordin për një veprem të tillë individual e mban ish deputeti i Karolinës Jugore, Storm, i cili kishte mbajtur foltoren e bllokuar për 24 orë e 18 minuta në vitin 1957. Politikani që dikur ishte sportist, ju tha gazetarëve se kishte pushuar së ngrënit të premten dhe së piri një natë para së hënës, kur e nisi fjalimin. Gjithë kjo me qëllimin që të mos kishte nevojë të shkonte në banjo, për shkak do t'i duhej ta lente foltoren. E kur i dha fund kësaj, mezi priti të shkonte në zyrë. What's the first thing you're going to do when you get home? Check your worry? I'm going to go back to my office. We're going to check the worry. Yes. Don't worry. Yes. You're ready. Thank you guys.